Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Në temën e përpjekjes kemi arritur te hadithi 101, të cilën e sjell Imam Nawawi Allahu mëshiroft, ku përcillet pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë hujjabatin naru bish-shahawat wa hujjabatil jannatu bil makarih. Zjarri është rrethuar me epshe, ndërsa xheneti është rrethuar me gjëra të urryera. Kjo hadith transmetohet te Buhariu dhe Muslimi. Mirpo te transmetimi i Muslimit ka ardhur huffat. Po te Buhariu është hujjabat, është mbuluar për zjarri me epshe, ndërsa xheneti është mbuluar me gjëra të urryera. Ndërsa te Muslimi është huffat, pra është rrethuar me zjarri me gjëra me epshe të ndaluara, kurse xheneti me gjëra të urryera. Ky hadith ka ardhur në një transmetim tjetër, po që përmendet edhe një ngjarje në lidhje me të, që transmetohet te Tirmidhiu dhe Abu Davudi prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, pa një version më të gjatë. Dhe te Tirmidhiu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lama khalaqa Allahu al-jannata wan-nar. Arsala Jibrila ila al-jannati fa qala unzur ilayha. Kur Allah krijoi xhenetin dhe zjarrin, e dërgoi Jibrilin te xheneti. Ai tha shikoj xhenetin. Wa ila ma addatu ila ahliha fiha. Dhe shikoj se çfarë kanë përgatitur për banorët e xhenetit në të. Qala fa ja'aha wa nadhara ilayha wa ila ma adda Allahu li ahliha fiha. Jibrili shkoi dhe shikoi xhenetin dhe çfarë ka përgatitur Allahu për banorët e xhenetit aty. Qala faraja ilayhi fa qala fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ka thon pasha madhërinë tënde, pasha fuqinë tënde. Kurdo që dëgjon për xhenetin vetë ka me hyrë aty. Fa amara biha fa hufat bil makarih. Pastaj Allah urdhoi që ky xhenet të rrethohet me gjëra të urryera. Fa qala irji ilayha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Pastaj thot shiko edhe një herë shikoj dhe shiko se çfarë kanë përgatitur për banorët e xhenetit aty. Qala faraja ilayha fa idha hiya qad huffat bil makarih. Faraja ilayhi fa qala wa izzatika laqad khiftu an la yadkhulaha ahad. Pastaj thot shkoi Jibrili dhe shikoi se çfarë ka përgatitur Allahu aty për banorët e xhenetit. Dhe u kthye te Allahu subhanahu wa taala, pra e pa që është rrethuar me gjëra të urryera. Dhe u kthye te Allahu e tha, pasha fuqinë tënde, kam frikë se askush s'ka më hyrë në xhenet. Qala idhhab ila an-nar fanzur ilayha wa ila ma addatu li ahliha fiha. Pastaj tha shko te xheneti, te xhehenami dhe shiko se çfarë ka aty dhe çfarë kanë përgatitur për banorët e xhehenamit aty. Fa idha hiya yarkabu ba'daha ba'd. Thotë edhe kur shkoi Jibrili me pa aty, me shikuar xhenetin e pa që zjarrt flakët e xhehenemit, pra shkonin mbi njëra tjetrën, pra e glabrisnin njëra tjetrën, pra zjarri i madh që ishte. Faraja ilayhi fa qala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fa yadkhulaha. U kthye te Allah e tha pasha madhrinë dhe fuqinë tënde. Nuk ka mundësi dikush me dëgju për xhehenemin edhe me hyrë aty. Fa amara biha fa huffat bish-shahawat. Ata Allah urdhoi pasaj që xhehenemi mu rrethu me epshe, me gjëra të dëshiruara. Fa qala irji ilayha faraja ilayha fa qala wa izzatika laqad khashitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Pasaj tha shkoi Jibrili, shikoi dhe u kthye te Allah, thot pasha fuqinë dhe madhrinë tënde, kam frikë që askush s'ka më shpëtuar prej xhehenemit veç se ka më hyrë aty. Pra hadithin që ka sjellë Imam Nawawi si version shkurtuar në këtë temë, fjalët e hadithit pra neve na dhojnë, na ndryshojnë edhe na rrezojnë me udhëzime edhe drejtime, të cilat nuk kanë fund, po janë të pafundme. Pra edhe pse ky hadith siç e pam, pra është i përbërë prej dy fjalive, ose në gjithsej është prej 6 fjalëve. Mirë, po këto fjalë po e hapin para muslimanit dhe gjitha fushat. I hapin para muslimanit, se vendosin para muslimanit besimtarët gjitha fushat. Mirë, po gjithashtu para ti i vendosin
vetëm dy rrugë, nuk ka rrugë tretë. Ose zjarri, që pastaj vjen humbja edhe shkatrimi, ose xheneti, që pastaj e sjell fitimin, që nuk ka fitim më të mirë më të bukur se sa fitimi në botën e përhershme dhe të mëshueshme. Kurtubiu, Allahu mëshiroft, kur flet rreth këtij hadithi, thotë që ky hadith është prej fjalëve elokuente që i ka folë pejgamberi sa më që kanë arritur kulmin fundin e elokuencës. Ka se pa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto gjërat e urryera po i përshkruan ose po i krahason me një gjë që e rrethon pra xhenetin, ose që po të transmetimi i muslimit me hijab, po me mbulesë që mbulon xhenetin. Pra këto gjërat e urryera janë si një gjë që e rrethojnë xhenetin nga gjithë anët. E përfshin xhenetin dhe rrethojnë nga gjithë anët dhe nuk ka mundësi pra njeriu më shkon në xhenet veçse duke kaluar mbi to ose nëpër to. Është e pamundur me hyrë në xhenet veçse duke kaluar nëpër këto gjëra të urryera. Pastaj Kurtubiu duke sqaruar pra vlerën e shpërshkrimit letrar që përmend këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pse që tham hadithi është shumë i shkurtër, mirë po kuptimet dhe aludimet e tij janë shumë të rrëgjera. Thotë që dobia kësaj përqasjes së këtij krahasimi është që xheneti nuk arrihet veçse duke i kaluar ato të shkretirat e mëdhaja edhe gjërat të gjërave të urryera, duke treguar dorim ndaj tyre. Dhe njeriu nuk ka mundësi të shpëtojë prej zjarrit veçse duke i braktisur epshet dhe duke çmësuar veten e tij dhe nefsën e tij prej këtyre epsheve. Dhe gjithashtu Imam Nevavi Allahu mëshiroft vet, po kur flet për këtë hadith, kur e shpjegon për sahihin e Muslimit, thotë që dietarët kanë thënë që këto fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po janë që tham për fjalëve elokuente, po për fjalëve që tregojnë gjuhë të lartë që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe fjalë përmbledhëse që zakonisht kanë qenë po fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po është dhunti ose një met që Allah subhanahu taala ka dallu veçorinë se e ka dallu pejgamberi sallallahu ndaj pejgamberëve të tjerë, po që ka folur me fjalë përmbledhëse. Dhe thotë që pejgamberi sallallahu pra ka sjell këtë krahasim kaq të bukur, e që kuptimi i tij është se qysh e pam deri tash, po nuk ka mundësi më arrin xhenet veçse duke i vepruar ose ndërmarr këto gjëra të urryera. Dërsa zjarri është i rrethuar me epshe. Po këto zjarri, pra xheneti dhe xhehenami janë të mbuluara me këto dy si lloj perde, pra si lloj mbulesa. Kurdo që e shqyen perden ose velun me cilën është mbuluar xheneti apo xhehenami, ai arrin deri te ajo gjë që është e mbuluar. Prandaj thotë shqyrja e perdes apo mbulesës së xhenetit është duke i urrekur ose duke i vepruar këto gjëra të urryera. E sa shqyrja e hijabit, po mbulesës së zjarrit, velos së zjarrit është duke i vepruar këto shehevatet, po gjërat e ndaluara. Epshet e ndaluara. Pastaj sqaron se çka është për qëllim me gjërat e urryera që përmend këtë hadith. Me gjërat e urryera që janë përmend këtë hadith është për qëllim përpjekja që do të më bëjë njeriu në kryerjen e adhurimeve. Ruajtja e tyre, vazhdimësia në këto adhurime dhe durimi ndaj vështirësive të tyre. Po mi kryuran te Allah subhanahu taala qofshin ato urna që na urnojnë me vepru ose na urnojnë me braktisë disa gjëra. Gjithashtu mu largu pi gjërave ndaluara, qofshin fjala apo vepra. Po ashtu thotë me mbajt zemrimin, mos me shfaq pa zemrimin, mi fal tjerë, mi toleru, me qeni but, me dhanë lëmosh për hitë Allah sadaka, mos sjell mirë me atë që të ka bë keq, edhe mu tregu i dëruar ndaj epshave të ndaluara. E kështu me radhë. Ndërsa se përket thot epshave me cilat është rrethuar zjarri i xhenemit me to, atëherë thot ajo që është e dukshme dhe e qartë është se në këtë hadith për qëllim janë epshet e ndaluara, siç është alkooli, zinaja, shikimi në gratë e huaja, gibeti, pra përgojimi, përdorimi i mjeteve muzikore, ngjashme me këto. Ndërsa sa i përket epsheve që janë të lejuara,
nuk përfshihen këtë hadith. Mirë po megjithatë thotë edhe to epshet që janë të lejuara, pra është e urryer e papëlqyeshme që njeriu mishtu ato, nga frika se mundën që këto epshet e lejuara me shty edhe me çunë epshet e ndaluara. Apo mundën që veprimi shpesht ose do në rënja shpesh në këto epshet e lejuara me ngurtësu zemrën, apo me angazhu njeriu në me preokupu ndaj adhurimeve tjera, apo me pas nevojë njeriu që me tregu kujdes më të madh për këto epshet e lejuara, dhe për këtë arsye do të më marr më shumë me dunjan, me arrit më shumë prej dunjas, në që më shpenzu për këto epshet të lejuara. E kështu më radhë. Pra, për këtyre fjalët e Ibn Nawawiut, pra pe kuptojmë që shahawatet, epshet janë të ndaluara. Në këtë hadith që përmend janë ato epshe me të cilat njeriu pra përjeton kënaqësi për çështjet e kësaj bote që i ka ndaluar feja. Po ose i ka ndaluar në parim, në origjinë, apo janë të ndaluara për shkak se veprimi i tyre mundet me çu në një gjë, në praktikën e ndonjë gjë që është e urdhëruar, po që është obligative. Edhe këto pasaj përfshihen edhe shubuhatet, edhe dyshimet në fe. Gjithashtu përfshihen edhe çështja po fjalën e Ibn Nawawiut, pra shpeshtimi i epsheve të lejuara nga frika që mos po bien në haram. Dhe shkaku pse njeriu bie në këto epshe është se shejtani ja zbukron të keqen. Pra shejtani ja zbukron gjërat e këqija dhe të shëmtuara, derisa nefsi shpirti i tij është ato si të bukura edhe anon këtu. Ose që thotë Sheikh Uthaymeen Allahu mëshiroft, kur i shpjegon këtë hadith, atë shahavatet janë ato, po epshet janë ato gjëra nga të cilat anon nefsi njeriu pa logjikuar edhe pa menduar shumë. Edhe pa i kushtuar rëndësi dhe kujdes fesë apo burrërisë dhe njerëzisë. Sidoqoftë, pra e pam këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ky hadith vërtet karakterizohet me një paradoks. Paradoks i cili vërtet e ngacmon pra në mendjen apo shisat e njeriu, edhe tërheq vërejtjen, edhe tharrat që me meditu edhe me presion për fjalët e këtij hadithi. Por arsye se si gjetim zjarri i xhenemit zakonisht është i lidhur dhe ka të bëjë me dënim edhe dëshkim, me shkatrim. Mirë, ky hadith po na përshkruan që bashkë ky zjarri i xhenemit, i cili ka dënim dhe dëshkim, është i rrethuar me një gardh prej gjërave të dëshiruara, prej epsheve edhe kënaqësive të cilat i don njeriu. Dhe kjo vërtet pra e fton njeriu që të jetë i kujdesshëm, pra edhe sjell çudi, mirë po njëkohësisht edhe po edhe sjell habi, po njëkohësisht tregon se njeriu duhet të jetë pra të jetë vigjilant dhe të ketë kujdes për këtyre gjërave ose epshave që janë të ndaluara. Dorso në anën tjetër xheneti se gjetim është shpresa e çdo besimtari, çdo njeriu që është i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala, që i përmbahet undave të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po në hadith po thotë që është i rrethuar me gjëra, me një gardh për gjëra të urryera. E këto janë që e pa më lart për fjalët e dietarëve, janë ato vështirësitë, lodhjet, përpjekjet, durimi që e tregon besimtarit gjatë kryerjes së adhurimeve. E kjo pastaj janë gjëra të çështje që kërkon për njeriu të ketë qëndrueshmëri edhe përgatitje që të ballafaqohet me pengesat, me sfidat edhe tundimet e jetës së kësaj bote. Prandaj dietarë thonë ne do të po ndalim edhe të meditojmë rreth vetë fjalës shahawat, për që u përmend këtë hadith. Edhe që realisht pra arsyeja pse këto gjëra quhen shahawat është se Allahu subhanahu taala në ajetin 14 të surës Ali Imran i përmend edhe disa prej gjërave që thamë janë pe shahawateve të lejuara mubah, mirë po i quhen që janë shahawat. Për arsye se tregon se sa shumë njeriu i dëshiron këto gjëra. Sa shumë njeriu po tregon kujdes që domethënë me përjetu kënaqësi përmes këtyre gjërave. Çfarë thot Allahu subhanahu taala në këtë ajet? Thot زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Njerëzve janë zbukuruar, janë heshuar dashuria ose dëshira tyre për epshet, për grave, për fëmijëve, pasurive të grumbulluara të arit edhe argjendit, kajve të zbukuruar, baktive edhe
tokave ose orave të liruara. Allah thot këto janë kënaqësi të kësaj bote. Ndërsa te Allah subhanahu wa taala është përfundimi më i mirë. Për ata që punojnë për atë fund. Kul unabbiukum bi khairin min dhalikum thuaj, po Muhammed a doni t'ju tregoj se çka është më e mirë se sa këto që përmendën më lart. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Pra ata që janë të devotshëm te Zoti i tyre do të kenë xhenete në përcilat rrjedhin lumen ku do të jetojnë për herë, përgjithmonë. Dhe do të kenë bashkëshorte të pastra edhe kënaqësi prej Allahut. Dhe Allah subhanahu wa taala pra i sheh se çfarë veprojnë robërit e tij. Pra Allah subhanahu wa taala po thotë se këto gjëra janë hieshuar, janë zbukuruar për njerëz. Pse? Për arsye se jeta e kësaj bote është jetë e sprovës. Edhe për sprovës të plot është që të ketë epshe, të cilat i hieshohen e zbukurohen njeriu që njeriu të mashtrohet prej tyre edhe të bie në to. Po të bie në haram ndalis. Allah subhanahu wa taala thotë inna ja'alna 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Vërtet ne pra çdo gjë që është mbi tokë kemi bërë stoli. E kemi zbukuruar për njeriu, për t'i sprovuar se cili prej tyre është me vepër mirë. Po cili po bën vepra më të mira edhe nuk po bien në këtë sprovë. Dhe vërtet ne thotë çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës do ta bëjmë prosin i shesh, i cili është i shkret, po nuk do të mbetet asgjë mbi sipërfaqen e tokës. Po gjitha këto epshe do të vijë dita kur do të largohen dhe do të zhduken mbi sipërfaqen e tokës. Çdo gjë që është mbi dhe do të bëhet dhe. Prandaj po njeriu muslimani i mëshëm do të më bëjë si krahasime mes epsheve të saj botës, domethënë që janë kalimtare edhe që janë të trazuara pra janë të përzira me dhimbje, me pikëllime e kështu me radhë dhe mes kënaqësisë së xhenetit që është kënaqësi e plot. Edhe nuk ka asnjë mangësi dhe është e amshueshme e përhershme. Pejgamberi sa ka treguar në hadithën e saktë thotë idha dakhala ahlul jannati al-jannata nada munadin. Kur banorët e xhenetit hynë në xhenet, një thers do të thotë inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan. Jo në xhenet do të jetoni dhe kur nuk do të vdesni. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dhe ju në xhenet do të kënaqeni, do të përjetoni kënaqësi dhe kur nuk do të përjetoni vështirësi ose lodhje ose diçka të ngjashme. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dhe ju në xhenet gjithmonë do të jeni të ri dhe kur nuk do të plakeni. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Dhe ju në xhenet gjithmonë do të gëzoni shëndet dhe kur nuk do të smuheni. Po kënaqësia e xhenet është kënaqësi në cilën nuk ka dhimbje, nuk ka vujtje, nuk është kënaqësi e përzier me këto gjëra. Ashtu siç ose për dallim për epshe dhe kënaqësive të jetës së kësaj bote. Nuk ka ndonjë epsh, ndonjë kënaqësi për kënaqësi dhe epsheve të kësaj bote veçse në të do të ketë ose do të jetë të përzier me diçka për dhimbjeve, për vujtjeve, për trazimit të shpirtit apo zemrës, po që të turbullohet pra zemra ose shpirti ose mendja. Për shembull, hani ushqim të shishëm, mirë po mundet më bëj shkak që mos smu. Ose do të përjeton dhimbje të luksit, ose do të ndikojë e ngrit sheqerin gjak. Ose në fundit pra këtë ushqim që han na e dim se çfarë ku përfundon. Po që përfundon në papastërti. Po nuk ka kënaqësi të plot në jetën e kësaj bote. Dhe kjo është një mësim i madhështor që e shtyn besimtarin e mençur që mos me lidh zemrën e tij për kënaqësitë e kësaj bote. Mos me lodh veten e tij shumë ndaj kënaqësive të kësaj bote. Nga se domthon nuk janë kënaqësi të pastra, janë kënaqësi të përzira. Pastaj këto kënaqësi pra pas një kohë do të përfundojnë. Pra nëse njeriu vetëm e kujton vdekjen, e cila e ndërpren çdo kënaqësi të jetës së kësaj bote, i mjafton pra si fakt që kënaqësitë e kësaj bote nuk kanë kurrë vlerë. Për shembull, nëse dikujt i thuhet kimë jetu për shembull filan pallatin e aty i ki gjitha gjërat luksoze, gjitha gjërat dëshiruara për ushqimeve, për shtretërve, e kështu me radhë, për pijeve. Mirë po kimë jetu vetëm një muaj. Mas një muaji kemë kaluar në burg. Kemë shkuar në burg aty, kemë pas tortura, vujtje.
a ka me përjetu kjo ndonjë kënaqësi për këtyre kënaqësive në këtë pallat. Po kur e kujton fundin, në ka mundësi që ai domethënë mi përjetu ose mu kënaq me këto kënaqësi që janë përgatitur për to në këtë pallat. Kështu është edhe janë edhe kënaqësitë e kësaj bote. Po kur njeriu i kujton se këto e kanë në fund do ndërpriten po me ardhen e vdekjes, atë nuk ka mundësi që domethënë këto kënaqësi të ai me qenë kënaqësi cilat lidh zemrën e tij për to ose lodhet shumë pas tyre. Po patjetër që kam i nënvlerësu don këto kënaqësi dhe nuk do të mbi vlerësoj ato. Edhe siç ka thënë Imam Ahmedi Allahu mëshiroft, jeta e kësaj bote është ushqim pas ushqimi, veshje, rroba pas rrobave, edhe thot vetëm me sabër se janë ditë pakta që shumë shpejt do të kalojnë. Prandaj qëllimi është që nëse ti bën sabër ndaj kënaqësive të kësaj bote, po nuk mashtrohesh pas tyre që është sa më lart me rënë gjëna ose në harame ose me për shkak këtyre me lënë ndonjë gjë që është obligative ose më dhon shumë mas tyre që domthon më ngurcu zemra kështu më radh, siç e shpjegoj më lart. Nëse bën sabër durim disa ditë saktura të pakta, atëherë Allah subhanahu wa taala në botën tjetër ka më dhon për shpërblime të mëdha edhe të përhershme për në xhenetin e tij. Po kjo ishte arsyeja ose dobia e parë pse shehawatet epshet quhen shehawatet në gjuhën arabe. E dyta është se fjala shahwa në gjuhën arabe është cilësi për një gjë të nënçmuar. Për një gjë që është e përçmuar. Për dallim për atyre që në hadith u quajtur me karih, pra gjëra të urryera me cilat është rrethuar xheneti, të cilat kurse se nuk janë të nënçmuar edhe të përçmuar. Përkundazi, që është thamë deri tash, po janë gjëra që kërkojnë për njeriu që tregoj pra përpjekje, mund, po lodhje, ta luftoj veten e tij dhe të përmbahet për urdhave të Allahut subhanahu wa taala, dhe siç e dimë Allahu subhanahu wa taala ju ka premtuar të devotshëm fitore të mëdha edhe kënaqësi të shumta në xhenet. Për këtyre ajete unë i përmend ajetën surën Naba, ku Allah thot inna lil muttaqina mafaza, vërtet për të devotshëm do të ketë fitime të shumta në botën tjetër. Hadaiqa wa a'naba, po kopshte dhe vreshta, wa kawa'iba atraba, dhe bashkëshorte të bukura të një moshe. Wa ka'san dihaqa, edhe gota të mbushura plot, po me ven. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba, atë nuk do dëgjojnë fjalë të kota dhe as gënjeshtra. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, kjo është problem për Zotin ton, si dhurat e cila i jep aty në pamos. Pa dhurat që i jep aty pa llogari, pamos. Dhe prandaj ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam trajton shumë tema. Mi po pi temave kryesore që i trajton është që muslimani do të me pengu, me frenu veten e tij prej epshave. Ka se shpirti i njeriut është siç e ka përshkruar Allah subhanahu wa taala në Kur'an përmes gjuhës së bashkëshortes apo gruas së Azizit, ministrit të Egjiptit. E cila në fund kur e ka pranuar fajin e saj ka thonë inna an-nafsa la amaratun bisu. Vërtet shpirti është i prirur për që urdhon shumë njerin për të keqen. Po vazhdimisht ky shpirt po anon shkon ka epshet, ka kënaqësit, edhe pse e din që pasojat e këtyre epshave ose dhënies së këtyre epshave është shkatërrimi, dënimi dhe humbja në botën tjetër. Prandaj që është thamë deri tash, për njeriu i mëshëm do të më ndal veten, me frenu veten e tij që mos më ra në këto epshe, mu largu pi tyre, madje mu largu edhe pi rrugëve që shojnë në këto epshe. Dhe me shpejtu drejt hajrateve, drejt veprave të mira, me bë durim edhe me luftu veten e tij vazhdimisht, pa që mi vepru ato. Dhe për këtë arsye Ibn Hubeir Allah më shëroft kur e shpjegon këtë hadith, cilën ka sjellën Imam Nawawiu, po ngjajshëm me shpjegimet që u thanë më lart, thotë këto gjëra të urryera me cilat është rrethuar xhenami, pra thotë janë gjërat e urryera që i rren njeriu, siç është për shembull që njeriu urren me dal ndonjë pasuri pi dorës së tij, pra më dhon sadaka. Apo dohon e urren që me ndjet trishtim dhe pikëllim kur humb një të dashurt të tij. Apo urren për shembull me dhon jetën e tij kur lufton rrugën e Allahut. Apo urren pra kur humb edhe cënohet deri i tij për dikujt i cili domthonë e akuzon o shpif ato me gjëra të kota të pavërteta. Apo domthonë urren që do të më tregu durim ndaj një kënaqësie të ndaluar çam deri tash për hir të Allahut subhanahu wa taala. Apo që do të më tregu pra
durim edhe do të më kërku, pra duke kërku shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala kur e braktis ushqimin, pijen edhe marrëdhëniet intime gjatë agjerimit për hir të Allahut. Apo gjithashtu pra kur është në haxh do të më largu për marrëdhëniet intime me bashkëshorten e tij, nga se është në haxh dhe këto janë gjëra të ndaluara. Apo thot janë gjëra të urryera nga se njeriu për shembull do të më tregu durim në moto ose kohë të ftohtë, më marr abdes për shembull me ujë të ftohtë. Këto e bën për hir të Allahut e kështu me radhë. Ashtu siç thot që zjarri i xhehenamit është rrethuar me gjëra të dëshiruara, po me epsha të dëshiruara, po qëllimi është thot se nga çdo anë anëve të zjarrit të xhehenamit thot është nga një epsh i ndaluar, me cilën është rrethuar zjarri. Për shembull thot është një anë që njeriu hyn zjarr përmes epshit të zinos. Ana tjetër thot njeriu hyn në zjarr përmes epshit të marrjes së kamatis. Ana tjetër e zjarrit thot hyn njeriu përmes saj në zjarr përmes pirjes apo konsumimit të alkoolit. Ana tjetër përmes tradhtisë. Ana tjetër përmes nemimes, bartjes së fjalëve, për përçonjes apo përmes gibetit e kështu me radhë. Po gjitha këto janë epshe. Prandaj edhe çu thotë Sheikh Uthaymin kur e shpjegon këtë hadith, për shembull zinaja është epshi, siç dihet është epsh që ka të bëjë me organin gjinitale, edhe nefsi njeriu shumë anon nga. Prandaj nëse njeriu pra e shyn që të rrethohen apo mbulesën e zjarrit të xhehenamit përmes të epshi, atë kjo bëhet shkak që me hyn zjarri i xhehenamit. Ose çysh e pam pra për fjalët e Ibn Uberës thot pirja e alkoolit. Edhe këto nefsi njeriu të dëshiron shumë, anon ka shumë, sidomos nëse është shoshrin e njerëzve të këqij, cilët ja zbukurojnë këtë haram, këtë gjuna. Për këtë arsye, shejati ka caktuar po mos dëshkimore goditje me kamxhek për ato që pin alkool. Prandaj thonë nëse njeriu e shyn këtë hijab, pra këtë mbulesë ose rrethoj që është përmes saj ana, duke pi alkool, atëherë kjo e dërgon në zjarrin e xhehenamit, Allahu na ruaj. Po ashtu siç e pam, pra më lart këtu hyn edhe gibeti ose nemime, bartja e fjalëve, edhe këto janë gjëra dashura për shpirtin. Janë epshe, janë gjëra që i don shpirtit, sidomos nëse njeriu është pra ndonjë nej me shokët e tij. Po zakonisht nëpër neja, nëpër takime kështu më radh, njerëz domosht shumë anon shpirtit tyre se mi përgoju tjetër, mi bë gibet tjetër. Prandaj nëse njeriu pra e shyn se mbulesa apo rrethohen që është me cilën është rrethuar xhehenami përmes saj anë, edhe hyn pra fillon me fol për nderin e njerëzve, atë kjo bëhet shkak që me hyn zjarri i xhehenamit. Po ashtu dashuria ndaj pasurisë. Edhe kjo është gjëra që i dëshiron shumë dhe i don shumë nefsi njeriu. Po nganjëherë njeriu pra pse vjedh nga se është epsh që dëshiron shpirti i tij, don shpirti i tij po me ngrumbullu sa më shumë pasuri. Prandaj nëse te ai dominon dëshira për pasurinë, edhe nefsi i tij e pëlqen ose dëshiron shumë pasurinë, atëherë e shtyn që me bë kësaj lloj vjedhje, po të pasurisë, me vjedh pasurinë e tjerëve dhe përmes kësaj pra e shtyn këtë hijabin, po që mbulesën rreth zjarrit të xhehenamit edhe shkon në zjarrin e xhehenamit ose bëhet shkak që më shkon në zjarrin e xhehenamit. Mirë, po që kjo vjedhje e pasurisë nuk është vetëm vjedhje klasike. Po vjedhja e pasurisë bëhet edhe mënyra tjera, metoda tjera, siç është për shembull mashtrimi. Nëse dikush i mashtron të tjerët me qëllim që më jashit produktin mashtrajt, nuk i tregon tmetat e produktit, ose forma tjera të mashtrimit. Dhe kjo tonhen është një gjë që e dëshiron pra shpirti, nefsi i njeriu. Edhe e veprojnë shumë për njerëz. Mirë, po ai me këtë pra e shyn që rrethohen apo ngare dhe po mbulesën që është nëse lën është rrethuar zjarri i xhehenamit edhe përmes kësaj ane pra e hyn në zjarr Allahu na ruaj. Po ashtu këtu hyn pastaj edhe në çmimi të tjerëve, po mi në çmu të tjerë, mi në lërsu, me konsideru veten më ngritur se sa të tjerët, më mburr ndaj tyre. Shumë për njerëzve e pëlqejnë këtë gjë, po e dëshiron nefsi i tyre këtë gjë. Mirë, po nëse njeriu vepron këto, atëherë ka shyrë që rrethohen ose mbulesën që është me të rrethuar zjarri i xhehenamit edhe përmes saj janë pra hyn në zjarrin e xhehenamit, Allahu na ruaj. Në anën tjetër, ai i cili ndjek kepshat e tij e meriton të quhet i paft. Ka se kështu ka ardhur në një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për cilën kemi thënë më ato është hadithi dobët mirë, po dietarët thonë që kuptimin e ka sakt. Dhe aty thuhet
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. I paaft është ai I cili I ndjek epshet, tekat e nefsit e tij. Edhe pastaj shpreson në Allah subhanahu wa taala me shpresat koda që Allah ka më falë dhe më mëshirë. Prandaj pra njeriu në botën tjetër në ahiret ka më privu prej një nimeti, prej një mirësie të Allah subhanahu wa taala nëse ai është e ka përshpejtuar veprimin e kësaj të mire në jetën e kësaj bote. Pra ka rënë haram, cilën e ka pas të ndaluar në kësaj bote dhe ka përshpejtuar përjetimin e saj kënaqësi në jetën e kësaj bote. Privohet për saj në botën tjetër. Pejgamberi sa ka thonë: "Man shariba al-khamra fi ad-dunya lam yashrabha fi al-akhirah illa an yatub." Kush pin alkool në jetën e kësaj bote nuk ka më pi, po kush pin vin në jetën e kësaj bote nuk ka më pi për vetës së botës tjetër. Përveç nëse pendohet para se më vdek. Në transmetimin të Imam Muslimi thotë: "Hurima ha fi al-akhirah falam yusqaha." Do ndalohet prej saj në botën tjetër, dhe nuk do të jepet me pi prej venës në botën tjetër. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la talbisu al-harira fa innahu man labisahu fi ad-dunya lam yalbashu fi al-akhirah. Mos e veshni me ndafshën. Nga sa ai që e vesh me ndafshën në jetën e kësaj bote nuk do ta vesh në botën tjetër. Po ashtu ka thonë: man labisa dhahaba min ummati fa mata wa huwa yalbasuhu harrama Allahu alayhi dhahaba al-janna. Kush stolisët, pra vesh ari, flori për burrave të umetit tim, edhe vdes këtë gjendje, atëherë thot Allah ka më ia bë haram atij, po pa u penduar, vdes këtë gjendje pa penduar, Allah ka më ia bë haram, ka më ndaluar florinën apo arin e xhenetit. Dorsa ai I cili e frenon veten e tij për epsheve, edhe pse po ky frenim ka nevojë për luftë madhe, po më luftu shumë nefsin, veten ton, egon ton. Mirë po ai që lufton edhe arrin po që me ndal me frenu veten e tij që mos mëron këto epsha, atëherë ai konsiderohet prej të sinqertëve në imanin e tyre. Po për atyre që kanë marrit shkallë të larta në botën tjetër, po arrin shkallë të larta të imanit këtë botë dhe shkallë të larta në botën tjetër në xhenet. Siç ka ndodhur me Jusufin alayhis salam, siç e dimi se e përmendëm më lart, po e ka ndaluar dhe frenu veten e tij që mos më ron zina me atë gruan e Azizit, pra atij ministrit. Edhe pse ajo vet e ka ftuar me ron këtë vepër të shëmtuar, dhe për këtë arsye, pra Jusufi ka merituar lavdërimi prej Allahut subhanahu wa taala. Siç thot Allah: "Innahu min ibadina al-mukhlasin." Vërtet ai është prej robërve ton sinqert apo të përzgjedhur. Edhe ai që vepron kështu, po si Jusufi alayhis salam, ka më qenë prej të nderuar në botën tjetër, siç kanë përmendur më poshtë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa Allah do të fusë në hijen e tij në ditën e Kiametit, kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së Allahut subhanahu wa taala. Nga sa e ka frenuar, e ka ndaluar veten e tij prej haramit nga frika prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Ibn Qayyim Allahu më shoh thot kur shpjegon ajetin në surën Ankebut, pa ajeti I fundit, thot Allahu walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Vërtet ata që luftuan për hir tonin, për neve, ne do të udhëzojmë në rrugët tona. Thot Ibn Qayyim, Allah e ka kurzuar udhëzimin me çet luftën, me luftu veten tonë, veten e vet. Po që njeriu me luftu veten e vet. Prandaj thot njeriu me udhëzimin më të plot është ai I cili e lufton më shumë veten e tij, po që përpiqet më shumë. Dhe lufta më obligative thot është lufta ndaj nefsit, lufta ndaj tekave, dëshirave, lufta ndaj shejtanit dhe lufta ndaj dunjos. Kush I lufton këto katër gjëra për hir të Allahut, Allah do ta udhëzojë në rrugët e kënaqësisë së tij, që rrugë cilat pasaj e dërgojnë në xhenetin e tij. Ndërsa ai I cili e lën këtë luftë, por nuk e lufton veten e tij, atëherë thot atij I humb ose I ik për udhëzimit, por aq sa ka braktisur këtë luftë. Sa më shumë që e lën këtë luftë e braktis, aq më pak I udhëzuar do të jetë. Dhe Hasan al-Basriun në këtë kuptim kur ka shpjeguar fjalën e Allahut kur thotë falaqta hamal aqaba, pse ai nuk po I ndërmerr pra me kalu pengesën, thotë hiya wallahi aqabatun shadida. Wallahi ka thonë kjo është një pengesë shumë e madhe. Thotë mujahadatu al-insan nafsuhu wa hawahu wa aduwuhu wa shaytan. Kjo është kur njeriu I do të me luftu veten e tij, dëshirat tekat e tij, armikun e tij dhe shejtani. Pastaj vazhdon Ibn Qayyim thotë ka thënë Xhunejdi, kuptimi I ajetit që lexuam më lart,
Walladhina jahadu fina, ata që luftuan për hitonin, thot ata cilët i luftuan teka dëshirat e tyre për hitonin me pendim, ne do t'i udhëzojmë në rrugët e sinqeritetit. Thotë njeriu nuk ka mundësi me luftu armikun e tij të jashtëm, përderisa nuk e lufton armiqtë e tij të brendshëm. Kurdo që arrin me triumfu ndaj armiqve të tij të brendshëm, që i shpjegum, që i përmendim Lukaim më lart, po këta katër armiq, ai ka arrit me triumfu ndaj armikut të jashtëm. Po kurdo që arrin fitore ndaj armiqve të brendshëm, ka arrit fitore ndaj armiqve të jashtëm. Dhe për këtë arsye domthon këtu pyetja që parashtrohet është se cili është shërimi për këtyre epshave, po si mu shëru për këtyre epshave, drejt cilave po anon shumë nefsi i cili urdhon njeriu për të keq. Shërimi është vazhdimi i hadithit, ku po thotë për jasë muhaffat al-jannatu bil makarih, dhe xheneti është rrethuar me gjëra të urryera. Xheneti është rrethuar me gjëra të urryera, që është shpjeguar deri tash. Po gjërat e kota janë gjërat të dashura për nefsin, i cili është e marrë në besu, pa urdhën është i prirur për të keq. Ndërsa e vërteta është e urryer për nefsin. Prandaj nëse njeriu arrin me të i kalu çdo gjëra të urryera, pa me detyru nefsin e tij, i cili e urdhon për të keqen, me detyru këtë nefs që me vepru obligimet, me kriju obligimet dhe me lënë me praktis haramet, atëherë me lejen, me mëshirën edhe mëshirën e Allahut ka arrin xhenet. Për këtë arsye siç e tham deri tash, njeriu ka mundësi për shembull me ndjej vështirësi dhe rëndes mi fal namazet. Sidomos për shembull gjatë ditëve ftohta të dimrit, ose për shembull kur njeriu ka gjumin e thellë, ose domthon ka kaluar një ditë të lodhshme, ka punu shumë u lodh, edhe gjen vështirësi me fal namazin. Mirpo megjithatë muslimani po i sinqert, besimtari i sinqert e detyron veten e tij. Po zgjohet për të fal namazin, për shembull namazin e sabahut, ose dikush që është më i devotshëm namazin e natës. Po detyron veten e tij që me praktis shtradën e tij që është i butë i ngrohtë gjatë ditëve të ftohta të dimrit, mbas një ditë të lodhshme që ka kaluar, ka punu fizikisht. Mirpo me këtë ai e ka shqyer ose e ka thyer që të pengesën, që të gardhen, që është mes tij edhe xhenit. Po e ka vepruar që gjë të urryer për nefsin e tij dhe me lejen e Allahut ka me hinë në xhenet. Ose që thamë deri tash, po nefsi i cili urdhon njeriu për të keqen, po e fton vazhdimisht njeriu me bën zinë. Zinoja është epsh. Edhe don nefsi këtë gjë këtë epsh. Mirë po nëse njeriu e pengon, e frenon veten e tij, edhe detyron që mu largu pikë të epshi, edhe pse është gjë e urryer për të, atëherë kjo me lejen e Allah subhanahu taala dërgon në xhenet. Nga se xheneti është rrethuar me gjëra të urryera. Po ashtu e para më lart po sadakaja, lëmosha. Është një gjë që nuk e don nefsin. Nefsi i njeriu, shpirti i njeriu do don shumë pasurinë. Mirë po nëse njeriu i jepet, i hin kësaj pengese edhe të i kalon këtë pengesë, po që është deri tash e shqyn që të mbulesën që është mes tij dhe xhenetit, po që mbulesën e saj gjë është e urryer, e jep pasurinë, nxjerr pasurinë prej dorës së tij, e jep sadaka, atëherë pra ajo është në rrugën e tij për me shkuar në xhenet. Po ashtu për shembull të zakatit. Kur i thua diku jep zakatin, sidomos se ka pasuri të madhe, ka më dhënë zakat me 1000 euro për shembull. Kjo është për disa është një gjë shumë e rëndë e vështirë për nefsin e tij. Mirë po, domethënë, nëse e jep për hir të Allahut dhe detyron nefsin e tij, atëherë është në rrugë për në xhenet. Ose ai që agjeron për shembull, siç dihet gjatë argjimit, ka dhimbje, ka domethënë lodhje e kështu me radhë, mirë po do të mi braktis disa për gjëra që i dëshiron, mirë po i bën për hir të Allahut, e detyron nefsin edhe me këto pra arrin xhenet. Ose ai që shkon haxh për shembull, mund të marr nefsi ose shejtani mi bot cytje, do thonë që në haxh atje po ka shumë numër i madh njerëzve, kallabllak, vështirësi, lodhje. Dikush mundet do thonë me menduar që e ka të pamundur ose shumë vështirë me kry haxhin, mirë po e prapë e detyron veten e tij, atëherë është në rrugën për xhenet. Po ashtu te disa gra për shembull mbulesa, shamia, është gjë e urryer për nefsin e tyre që urdhon për të keqen. Po një herë për shembull muslimanin është ka dëshirë që me dal jashtë shtëpisë zbukuruar e stolisur me flokët e saj, po
gjithashtu të zbukuruar edhe që tjerët me lavdru për bukurinë e saj ose për rrobat e saj e kështu me radhë. Mirë po nëse ajo pra e shqyen që pengesë, pra që gjë të urryer që domthon mbulesë që është ose garë që është mes saj dhe xhenetit, pra që gjë të urryer për nefsën e saj, atëherë me lejen e Allahut subhanahu teala po dëshiron ju për ngjall. Nana dhe besimtarëve gratë për jashtë atëherë me lejen e Allahut ka me hi në xhenet. Po ashtu me urnu për të mirë më ndalu nga e keqja, është një gjë e rëndë dhe vështirë për nefsin. Edhe shumë njerëz po siç e dim tregojnë neglizhent për këto. Ose e urrejnë këtë gjë, sa thot pse unë më marr me njerëz, pse më lodh veten me tjerët. Ose më lodh ata me veten, pra kur të urnoj për mirë ose i ndalen nga e keqja. Më mirë po rri larg tyre, po rri maqet. Edhe një jam rahat për ty, ata janë rahat për meje. Mirë po nëse e thyen pra që të pengesë, që të gjë të urryer që është mes tij dhe xhenetit, edhe urdhon për të mirë ndalon nga keqja, atëherë kjo është shkak për me hi në xhenet. Dhe kështu më radh, pra gjitha gjërat, të cilat i ka urdhëruar Allahu subhanahu teala janë gjërat që i urrejnë nefsi. Mirë po ne duhet me detyru nefsin tonë, shpirtin tonë që me vepru ato nëse dëshirojmë hi në xhenet. Dhe nefsi i njeriu po urrejnë shumë gjëra. Mirë po në to ka hajër të madh. Allahu subhanahu teala thotë wa asan takruhu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka mundësi që e urrejnë një gjë më pa shumë më e mirë për juve. Wa asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundësi që e doni një gjë më pa është e keqe për ju. Sidoqoftë pra nefsi, që thamë deri tash është ajo që ja zbukuron njeriu të keqen, edhe patjetër pra njeriu nëse don me shpëtu për të keqes se nefsit e tij do të mundu me pastru këtë nefs. Siç ka thënë Allahu kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që e pastron nefsin e tij. Dhe ka humbur është gënjur ai i cili domthon e nënçmon nefsin e tij, pra shkel nefsin e tij, qëllimi është me gjunoha dhe me mëkate. Po çështja po deri tash po gjërat ndaluar janë të urryera për nefsin, janë trona për to. Sidomos kur ka një arsye në shkak të fortë që nxit rreth këtyre epshë. Mirë po nëse ti e detyron nefsin tënd që milon këto gjunohe, atëherë inshallah kjo është për shkaqeve të hyrjes në xhenet. Kto kanë mbet, domethënë edhe disa çështje tjera me fol për këtë hadith. Pyetja për shembull është që e përmend këtu si shembull Sheikh Uthaymin. Për shembull nëse thotë kemi rastin e një djalë të ri, i cili është i pamartuar, ai jeton në vendet e kufrit edhe që quhen vendet e lirisë. Edhe aty po njeriu mund të vepru çfarë dëshiron për gjunove për mëkate, edhe para vetes ka pra gra të bukura, të reja. Mirë po, edhe ai është i pamartuar. Atë padyshim thotë se i tillë ka pas vështirësi të mëdha që me lëm zinon. Nga se ka të lehtë me ron këtë gjuna këtë mëkat. Edhe shkaqet janë të shumta për me ron këtë gjuna. Mirë po, nëse ai që tham deri tash po detyron veten e tij që me praktikë këtë gjuna, atëherë kjo është shkak për me hyrë në xhenet. Edhe që tham Allahu subhanahu teala ose pejgamberi ka treguar që Allah për këtë ka përgatitur hije në ditën e Kiametit. Pra pejgamberi thotë se ba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Janë 7 njerëz, 7 kategori njerëzve që Allah do t'i fusë në hijen e tij, a ditë kur nuk do të ketë hije veç se hijes të Allahut. Pra është dita e Kiametit kur dielli do të afrohet shumë afër kokëve të njerëzve, edhe njerëz do të përjetojnë vështirësi të mëdha. Në këtë ditë Allahu subhanahu teala disa për njerëzve i fut në hijen e tij. Pra qëllimi është në hije të cilën e krijon Allahu subhanahu teala ditë. Edhe nuk do të ketë hije tjetër përveç kësaj hije. Po në sheshin ose atë vend ku mahshar po ku ringjallën dhe të bëhen njerëz është shesh i gjerë, i rrafsh, nuk ka as ndërtesa, nuk ka as pemë, nuk ka as male, kodra ku njeriu mundet me gjet hije. Po është vetëm hija e cilën e ka krijuar Zoti i botës. Dhe Allah subhanahu teala pra në këtë hije e fut këndeshën për robët e tij. E për këtyre shtatëve është edhe ky i riu, po që pejgamberi po thotë wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal. Edhe një burr që e fton një grua për me bë imoralitet, që është grua që ka preardhje të mirë, grua fisnike edhe e bukur. Po nuk është grua e përdal, grua e olt. Ç'është i mirë, po domthon ka pozitë, domthon është ka familja e saj ka pozitë madhe, domthon është grua me pozitë lartë. Edhe gjithashtu domthon është e bukur, edhe siç dihet pra bukuria është ajo që e don nefsi njeriu, po shpirti i burrit.
po don me pa te gratë. Edhe domthon mu lidh me ato me gratë që janë të bukura. Mirë po kë megjithatë thot faqala inni yakhafullah, thot unë i friksona Allahut. Nuk i thot nuk kam epsh, ose kem njerëz rreth vetes. Edhe po friksona që mos po zbulohem para tjerëve. Mirë po thot unë arsyeja pse nuk po të përgjigja në ftesën tonë është se i friksona Allahut. Po është burr ose është djalë i ri që tham ka epsh, shkaqet e zinos, pra i ka para vetës me ran to, pengesat nuk ka asnjë pengesë, mirë po është vetëm një pengesë vetëm që është frika ndaj Allahut subhanallahu. Po thotë unë friksom Allahut subhanallahu. Kjo është për atyre që Allahu ka më fut pra në hijen e tij në ditën e kiametit, atë kur zot ka të hije tjetër veç ti, përveç hijes së tij. Pra më rëndësi është që zjarri është i rrethuar me epshë, ndërsa xheneti është i rrethuar me gjëra të urryera. Por kështu që secili prej nesh do të me luftu nefsin e tij për gjëra në ato gjëra që i don Allahu, edhe nëse nefsi ju nuk i dëshiron ose i urrin. Edhe nëse nuk janë obligim, po janë nafile, do të më detyru nefsin tonë, me fal namaz natës, me fal pra sunetet e ditës, me lezu Kur'an e kështu më radhë me bë dhikr. Dhe siç sa shehu themin Allahu shofto thot dije, po ta dha thot një këshill prej një personi, po për veten e tij ka për qëllim që ka përvojën këtë gjë. Nëse e detyron veten tonë që me shtu adhurimin mbi Allahu subhanahu taala, atëherë ky nefs ka më dosht më vonë adhurimin, ka mu familiarizu me adhurimin. Po ka mu bë gjëja më e dashur për ty. Ka më dash për adhurimin më shumë se gjitha kënaqësitë kalimtare të kësaj bote. Po edhe pse më herët nuk e ke dashur, ke urryer ose ke gjetë vështirësi edhe mundimin e kryer tyre, thot ka marrë koha që kemi dashur shumë këto adhurime. Edhe nefsi thot s'ka më pranu që me lan ose mos me braktis ndonjërin prej këtyre adhurimeve. Nga se kjo është një gjë që është më lart, po kjo është mënyra e provimit apo testit. Në këtë dunjë, pra njeriu mundet me gjetë që është deri tash pra vështirësi dhe lodhje. Mirë po, nëse Allah e din që në zemrën tonë ki sinqeritet, edhe ti po e lufton nefsin tonë për hir të Allahut subhanahu taala, po që me arrish shpërblimin e Allahut në botën tjetër, atëherë pas një kohë vetë ky nefs do të mësohet, do të familiarizohet, do të ambientohet me këto adhurime, edhe do të bëhet një pjesë e pandashme e natyrës së nefsit. Pra vetë nefsi do të kërkojë dhe do të dëshirojë ato, edhe do të bëhen gjërat më dashur, këto adhurime në realitet do të bëhen pra ato kënaqësia sy dhe prehja e shpirtit edhe qetësia e zemrës për njeriu. Po do ta dimë që kënaqësia e vërtet në këtë dunjë është në këto adhurime. Këto kënaqësi të tjera pra janë trajshme ose janë kalimtare. Kënaqësia e vërtet është në këto adhurime. Po sa më shumë që ti jepesh ose sa më shumë që ti i shton për këtyre adhurimeve, atëherë mas një kohë kemë gjetë që gjendja jote ka ndryshuar tërësisht. Po keme fillu me shiju, me përjetu ëmbëlsinë, shijen e këtyre adhurimeve, keme gjetë prehje dhe qetësinë e zemrën tonë. Po keme po që vetë nefsi jëtë më që është më larg, po s'ka me dëshiru me braktis asnjë prej këtyre adhurimeve. Qërsa të këto shëthejmine, Allah më shoh thot, ne e gjejmë këto të disa njerëz, për shembull fillimisht nuk e pëlqejnë ose urrejnë mu falë namaz me xhamat, i vjen shumë e rënd. Po në fillim që me dalë me falë këtë namazet me xhamat. Mirë, po pas një kohë thotë e sheh që namazi me xhamat për të që sa më lart është ajo kënaqësia si ose prehja e shpirtit. Edhe nëse i thu, pra mos u fal ose mundosh me detyru, mos mu fal me namaz me xhamat, ai nuk të bindet, nuk dëgjon. Prandaj thotë mësoje veten tonë, detyroje veten tonë fillimisht, atëherë kemë pa që nefsi vetë ka më të bindy, ka më të nështru ty, ka më qetë i nështruar edhe i bunë në raport për ty. Se do qovët kjo hin pra te tema e që ka përsil të ose ka sil këta din këtë tem el mujahede ose mujahede të nefs me luftu vetën, tema për pjekës, dhe kjo nuk arrit veçse duke kërku ndihmën e Allah subhanahu taala dhe vazhdimisht duke luftu vetën tonë. Pra ai që i bindet nefsit e tij dhe në ato dëmbelinë ose përtasinë që ka nefsi, pra që nuk e dëshiron hajrin ose që gjithmonë pra
i shtyn obligimet, detyrat që i ka prej Allahut subhanahu wa taala, nga sa që sham deri tash, po këto janë gjëra që i dëshiron nefsi, ose nefsi pra është gjithmonë tregon dembel edhe pratas në kryen e obligimeve edhe urnave. Po nëse njeriu i bindet nefsit edhe e pason, atëherë ai është drejt shkatrimit. Kështu që patjetër do të më luftu këtë nefs, derisa të qëndroj i fortë në të vërtetë, derisa ta dëshiroj të vërtetën, ta doj të vërtetën, të drejtohen këtë vërtetë, edhe të jetë stabil në këtë vërtetë. Po patjetër do të me bë luftë me veten tonë. Ai që lufton veten ti për hir të Allahut, tregoti i duruar, po edhe e detyron veten në nefsin e tij që të ketë durim, po që të bindet urnave të Allahut, të nështrohet Allahu subhanahu wa taala, edhe të largohet prej harameve dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa taala, i tilli, pra do të jetë prej të shpëtuarve. Dhe inshallah në dersën e ardhshëm do të flasim edhe pasojat e çfarë pasoja ka pasimi i epsheve, edhe gjithashtu pra çfarë dobi ka kur njeriu i braktis edhe nuk bie domthon në epshet e ndaluara, dhe Allah subhanahu wa taala dhe mir, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.